miqtë e emisionit Bardazi, ja ku takuam në edicionin ton të 19 të emisionit Bardazi, 19 vite, imagjinoni vetë ju. Uf, 19 vite. Falenderoj shumë të gjithëve që na keni pyetur vazhdimisht kur po filloni. Kur? Ne filluam. Jo të mërkur. Jo të mërkurën, akoma më mirë, jemi të premten. Të premten. Me një ditë të mrekullueshme. Pra, mbasi jeni lodhur nga këto debatet e lodhshme politike. Ej, do t'i lodhim edhe ne, se që t'u veja dhambar. Nuk do t'i lodhim, ne do t'i çlodhim. A, e mirë. Ne do t'i çlodhim ashtu si që dim ne, me debat pikant, me humor. Po, e me qikuj të freskët. Sepse ajo reklama ishte, unë përpara tim brava. Adrenalin. Tani, si që dini që çdo sezon ne vendosim, ka që jetur ishe? Mu tha goja, më. Që këto mendojnë se kur është gjë e thjeshtë të bësh emision. E, juftoj të vini të gjitha provoni një 2, 3, 4 herë. Jemi në vjetër, por në studion tonë të re, kemi ngjyra, por stili jon mbetet unik. Ne debatojmë për ju, jemi këtu për ju, dhe shumë... Ndonjëherë edhe për ne. Por po ju thoja që rubrika do t'jen të veçanta, sepse Bardazi në çdo sezon vjen me nga një formulë të re. Dhe në këtë sezon ne do të thyem disa mentalitete. Po. Kur themi? Prit njerë, po pse do i thyem? Po do i thyem, more, se më kanë arë maj tundës. E para, e dyta, ajo që njeriu mendon, ajo që njeriu thot, është ajo që njeriu bën, pastaj dhe ajo që njeriu është. Kështu që po ndryshuam burmat që kemi brenda, do jemi më mirë në jetë. Them unë tani. Si thot ajo shpreha, për shembull? Paç shëndetin ose të kemi shëndetin, ose si je me shëndet. Ngelet një shpreje, mirë, gjithë janë mirë. Gjithë janë mirë, po isha një 6 muaj në spital. Pra, nuk kujtohemi për shëndetin, vetëm kur na ndodhin probleme, sepse kemi problematika të shumë të shëndetësore, se kemi shëndet mendor. Po, se harrojnë këtë, që kësh kryesori. Kur të lë mendja të kanë lënë të tëre. Kemi shëndetin e stomakut, që ja fusim ham një qenjë të tëre, pastaj kujtohemi, po, nga mu shpik mua kjo gjë, po si më erë... Ndyrnat, sheqernat... Ku mu rritën, sepse unë se kam as në farefis tonë, ku mu rritën i ndyrnat. Si janë fisi ujku të ta, po. Por edhe shëndeti portofolit ndodhë njerë, se kur ta zë diarea të të shkretin, Portofoli bet me azëm, e s'merë do të frymë. Tani, çështja është e kjo shprehje, unë kam një merak. Qa meraku keti? Kur thonë të kemi shëndetin, po pse të mos i kemi dhe gjithë gjërat e tjera? Për shembull. Për shembull. Shëndet ka dhe aru shampull, apo jo? Po. E zëm, ke shëndet s'ke punë. Ke shëndet s'ke dashuri? Po. Ke shëndet s'ke letra amerikane, ose në një tjetër? Ose, Qa të ndodh me shëndetin? I ke shëndetin. E di kush po qe shumë tani këtu. Sepse tani do të prezentojmë mbasaj rubrike që ishte kështu flesh, ngacmuse. Jo, që ta mbyll fare. Mos thoni të kemi vetëm shëndetin, po t'i kemi të gjitha, se po e ngushtuat jetën vetëm në një gjë, sa do e rëndësishme t'jetë ajo gjë, lëmë njanë gjithë gjërat e tjera. Sakt. Kaq është qëllimi i kësaj rubrike. Ajo që ishte qershi zambitor në reklamën tonë, ose torta nën qershi, ishte Adela, dhe Adela këtë sezon të 19 emisionit Bardazi, në të studio të re, por në shpinë e vjetër, në ABC, ku kemi 5 vjetë, dhe me ndjekësit tanë, 6? Lapsus. Po, ky është i 6. Adela ka sjell një rubrik ku do të na sfidoj ne së pari këtu në studio dhe pastaj ju. Adele dashur, gazetarja jonë më e mirë në kaq vite. Ajde Adela, mirë se erdhe. Je pjesë e suksesit të Bardazis. Po ju ndjej shumë larg, jam mësuar t'ju kem shumë afër, kështu që kohës. Larg e studio tjetër, tani edhe më afër. Edhe shumë afër. Çfarë është kjo rubrika? Tani për gjithë Bardazista tanë, që sta vinë dhe shtohen, vlona Instagram-yn, vlon, do më thënë ka qenë më i nxehtë për fat të mirë, po për fat të mirë. Kaluar dhe temperatura. Është një rubrikë interesante. Ne po jetojmë në kohë të vështira. Ju jeni të vetëdijshëm apo jo? Po, s'kemi lek. Dëgjoni. Zëri i Erionit mund të dalë nga goja e Ornelës, e Anasjeltas. Ato e kem fjalën për ato fejkrat, mashtrimet. E fytyrësime mund t'i vihet në një trup tjetër që larg qoftë. Jo, shumë mirë, kështu si që. Se ishte suksesi i programës. Shiko, këtë mos e bëni. Mos bëni gabim. Kështu që për të ndarë shopping nga sheqeri, siç themi ne shqiptarët, ne në këtë rubrik do ndajmë çfarë është fake dhe çfarë është e vërtet. Çdo javë do kemi 3 lajme. 2 do jenë fake, në maksimum të rem sa zbët fjalë, dhe një do jetë 100% e vërtet. Tani si ndjeni sot me nuhatjen ju të dy? Ti ka ikur nga Covidi, po unë si jam keq.
Pa hënjer. Po pse, ai po e ndjente çik një rushim vërdall para se të hynte, apo vetëm për ushqim i punon ajo hunda. Po, ç'të bësh? Jeni gati të nisi me lajmin e parë? Gati të kthehemi nga ekrani. Të kthehemi nga ekrani? Tek ky let gjigant. Dhe të kakarisim, sepse lajmi i parë ka të bëjë me një gjel. Me një zotëri gjel në një fshat të Francës, i cili është hedhur në gjyq nga 2 komshinët e tij afër, sepse i zjonte që në pikë të mëngjesit. Normal, ka qytetaria atje, flen njerëzit atje, jo se Shqipëri që bie buria që në 3 mëngjesit. Po pse ne e kemi alarm gjelin. Po, ishte një gjel në livadh? Ua, ma u që trurin gjithë verës. A i të zjonte në 5 të mëgjesit, në 6 të mëgjesit, po edhe në 7 pasdite. E kishte këtë zime 7 pasdite. S'marin pushime verore gjelat shqiptar. Jo, i kishte ngezi qikora mbrapë. Po. Dhe si ishte kjo me francezët? Me francezët? Po kujdesa, gjelën e kanë simbol? Ata e kanë simbol, por ja që nga hedhur në gjyq. Mendoni që mund t'jeti vërtet, ky lajm? A, kanë hedhur gjelin në gjyq. Kanë hedhur gjelin në gjyq, ka shkuar gjeli në gjyq. Te më çau bën ata? Ka guximtar janë francezët thua? Nuk ma merë mëndja. Se simbol kombëtar tani, ky simbol kombëtar. Është si të edhe Shqiponja në gjyq, më Ernela, por nuk i dhe Shqiponja në gjyq, më tani. Po ju e imagjinoni dot gjelin atje duke kakarisur, duke mbrojtur vete. A është i vërtet ky lajm ball, Erion? Unë them 100% jo. Jo, 100%. Po mirë. Ata nuk i balsamosin gjelat si ne Shqiponjat. Tani, për ta bërë më interesante, do kalojmë tek lajmi i dytë, që besoj Ornela e ka kështu pikë në zemër se vetëm me biciklet lëviz. Lajmi i dytë lidhet pikërisht me Shqipërinë, dhe bicikletat. Bashkia e Tiranës ka anoncuar një projekt ligj ku do të vendosen semafor për bicikleta. Ua qa fati! Ua në ndriti illi! Në ecur kundra vajtje! Në ndriti, ti po, s'kele regula ti po. Bashkia e Tiranës ka anoncuar një projekt ligj, sa mirë. Po, ku do vjen këto... Po ku ka vënë njerë për të vëse më fort tjere? Kësë ka vënë për ata kryesore? Rrugë bicikletash. Jo, unë këte besoj se bashkia po e tha e bënë, është një... Po, sidomos në situatë që është... Fjallën, veprën i ka, si 3 gjëra i ka. Po mirë, në qofë se do bëhet Erion, do e lështi makinën për të marrë bicikletën si që bënë Ornela çdo ditë? Ora, unë këm. Ty me si jep gas makinës, ti duat... E pa një Shqipëri e tërë. Jo, jam i kujdesshëm unë, jam i kujdesshëm. Pa një Shqipëri e tërë. Jam i kujdesshëm. Dhe do e mbyllim... S'di pse nuk e besoj këtë lajmin. Jo, unë e besoj. E beson, në? Se beson. Ata do në vënë semafore për të gjitha. Ke filluar të besosh më shumë se ç'duhet. Po, do vënë semafore për të gjitha, për bicikleta, për karrocat me guzhinjeta për të gjitha. Pa hënjer, ç'kemi tjetër. Ikim nga Shqipëria jonë e dashur dhe shkojmë tek fqinjët tanë, që edhe kryeministri do shumë, tek italianët. Tani, këtu kemi lajme të mira, nëse ky do jeti vërtet, por ju do e gjeni dhe publiku, bardazistët tanë. Në Toskana është krijuar një burim uji, i cili do të nxjerrë verë falas për qytetarët në vend të ujit. Si ajo torta ke... Torte 28-ës. Si torta e Bavarsisë. Jo, unë po imagjinoja nëse do bëhej kjo në Shqipëri, të sheshi për shembull. Nuk mendoj që... Në Amizi? Nuk mendoj që do zgjaste më shumë se gjysore. Në ambasadë amerikane deri tek... Në Amizi? Nuk do zgjaste më shumë se gjysore. Tash kush është lajmi i vërtetë? Votoni. Që ta dish njerë. Ata kanë verë, edhe për të ndarë falas. Kanë plot verë, kanë qilarët plot, o vla. Okej. Kështu që unë e besonjë këtë. Bires, kjo foto mos është reale, edhe është... Pra ti voton për verën, ndërsa unë me shpresë dhe ëndër, votoj për bicikletat. Po ti se ti e bicikletat. Sepse dua të ketë qik më shumë regula. Një shembull. Kur ishte shtypur një me bicikletë që kishte humbur dhe jetë. Edhe kjo është problematikë. Po në fakt, e ka zënë Lemza gjelin. A fitu gjelin? Lajmi vërtet është për gjelin dhe madje gjeli ynë francez ka dhe një emër, quhet Mohi. Mohi me aksent francez. Se thoi ka shumë se doja vënë emër këtu në Shqipëri. Ky gjel është hedhur në gjyq nga komshinët e tij para pak kohe dhe në fakt e ka fituar gjyqin gjeli. E ka fituar gjyqin gjeli. Në gjyqtara i pëllëra. Nuk e di çfarë lloj kakarisje ka bërë për t'i korruptuar, po hallalli qofshin se e ka bërë. Midis qetësisë, është njësoj si të edhim në gjyq ta që edhim fishtekzerët në 12 natës dhe të fitojnë këta të orës 12 të natës. Edhe të orës 1 ndonjëherë. Ata Erion çik punë vështirë për t'i kapur edhe për t'i hedhur në gjyq. Presiamo. Tani, deri javës tjetër, këto ishin lajmet tona.
Do shihemi tjetër, kush e di ç'lajme do të kemi. lajme që janë aq absurde. Po. Te spaku i rrim lart. Jemi shumë të rinj për na rradha. Deri atëherë, mos i besoni çdo gjëje që lexoni. Me një duar trokitje për cillim Adelën tonë të dashur, faleminderit e dashur. Mirë, nuk ka hikur nga vëmendja jonë një rubrikë që është shumë e nxehtë, shumë e flakt këtu në Bardhazi, është vënçja. Shkojmë në vënçje me siglën e re Bardhazi.